Cila është ajo këshill që ti në Ramazan do t'i japësh patjetër njerëzve? Çfarë mendon ti se kanë më shumë nevojë sot? Ne si hoxhallar nuk është se po themi gjëra që nuk janë thënë më parë kur flasim për muajin e Ramazanit, për vlerën që ai ka, për shpërblimet që merren në të, për faktin që ai është muaj që ka zbritur në të Kurani, prandaj u bë kaq i veçantë, për faktin se është muaji i mëshirës ku hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhehenemit. Të gjitha këto janë thënë që 1450 vite. Të jepet gjithë ky oportunitet nga Allahu. Kjo mundësi që ti me pak të fitosh shumë. Këto adhurime, këto begati të mëdhaja, shikon gjithë njerëzit që po ndryshojnë, po përmirësohen, po lën diçka nga haramet, po shtojnë diçka nga veprat e mira dhe ti rri, vetëm shikon. Asnjë ndryshim, asnjë efekt. Do të thënë gjithë që janë rreth rrotull teje po garojnë për vepra të mira, kurse ti ndoshta po shton prej të këqijave. Dhe mos u bëfshin prej këtyre njerëzve që i vjen muaji Ramazanit dhe nuk ka asnjë ndryshim ky muaj nga muajt e tjerë. Për ne duhet jetë event që ato vepra të mira, ato virtyte që ne fitojmë gjatë këtij muaji dhe ato mangësi që ne i braktisim në këtë muaj, viti tjetër të na gjejë me vepra më të mira, më të përmirësuar dhe me më pak gabime.